Ajo që vjen tani ka filluar të jetojë së pari në media, edhe është një njeri publik në kuptimin e plot të fjalës. Që nga dalja e saj e parë në formatin e parë televiziv reality show në Shqipëri të quajtur Kafazi i Art e deri sot. Aso kohë dalja e saj u shoqërua me ofendime dhe paragjykime për shkak se ajo zgjodhi të ishte vetvetja, por duket se nuk mësoj shumë nga kjo, sepse edhe sot, mbas 20 vitesh, ajo ka vendosur të ndajë çdo gjë në rrjetet sociale, që nga udhëtimet, kujdesi për trupin, punën e saj, këshillat për ushqyerjen e shëndetshme, dhe vazhdon të paragjykohet po si atëherë për mënyrën se si vishet, se çfarë thot, dhe sidomos për rolin e saj si nën dhe si bashkëshorte. Ajo vjen sot të tregojë se një grua mund të jetë njëkohësisht e lirë, e fortë, sensuale dhe e respektuar. Ajo është Aulona Musta. Nuk do të flas për gruan e media apo gruan e gazetari, sepse kam zgjedhur të flas thjesht për gruan. Thjesht gruan në Shqipëri nuk është as pak e lehtë. Sa herë më thënë dhe dëgjuar këtë fjali që pak shpesh thuhet nga gratë të cilat bëjnë çmos që të vështirësojnë jetën vetes, por dhe grave të tjera, sepse po. Unë mendoj që ne gratë, në pjesën më të madhe të rasteve, jemi e keqja më e madhe e vetes dhe për fat keq dhe grave të tjera. Dhe them se në këto 40 vite një pa një muaj jetë, e kam kuptuar nga vjen kjo. Nga frika e madhe që gratë kanë nga liria, nga të qenit e lira. Kujdes të shturpi. Kjo është fjalia me cilën ja arritur pjesa më e madhe e brezit tim të paktën, në vend që të dëgjojmë fjali motivuese, fjali frymëzuese, prej prindërve si fillime që tjerë më pas. Çdo gjë që bënin duket sikur nuk ishte asnjëherë mjaftueshëm, ose ishte e gabuar. Mos e ngri zërin se shturp. Mos qesh shumë se shturp, se të tregon në durim. Mos kërko atë që të takon se shturp. Mos ki shumë besim në vete se shturp. Të me gjitha, mos je lirë se shturp. Liria është më kuçkat. Kështu etiketohëm paka shumë edhe 20 vite më parë, kur vendosa të futem në reality show Kafazi i Art, ndërkohë që edhe me gjë shumë doja në atë kohë, Aulona 20 vjeç, që kishte jetuar gjatë gjithë kohës në tutelën dhe në mbrojtjen e mamit dhe të papit. Unë Aulona 20 vjeç, që të gjithë më njihin si vajza e urtë, të ndrojtur, palluqe, e sjellshme, edukuar, nxënëse shumë e mirë, më njëherë se si të tjerë më shikonin, e vetmja gjë që në fakt Aulona donte ishte të provonte vetes që mund t'ia dilte të bënte realitet ëndra dhe dëshirat e saj. Po, unë mund t'ia dilja të përballesha me botën e vetme, pa mbrojtjen e mamit dhe babait. Unë mund t'isha aq e lirë sa të merrja vetë vendimin që do të futesha në një reality show, edhe kundër dëshirës së prindërve, edhe kundër paragjykimeve që shoqëria kishte në atë kohë për një veprim të tillë të mëshirshëm. Ai ka qenë momenti i parë në fakt i rëndësishëm për mua, kur kuptova që para nivelit të zgjedhjes për të bërë gjërat që ti do, jo gjërat që të tjerë duan për ty, asgjë tjetër nuk ka vlerë. Dhe që në ai moment unë njoha si vajza që theu tabut, kush e mban mend historinë e di pse. Ama për shumë të tjerë unë vazhdoja të isha thjesht një kuç që guxoi të zgjidhte lirin për të jetuar ndjenjat, përqindjen, dashurinë e saj para syve të gjithë botës, të gjitha, para syve të një shoqërie që femrën e lirë e shihte si kërcënim, jo si frymëzim. Siç vazhdon ta bëjë edhe sot, sepse edhe pas 20 vitesh, një pjesë e mirë, për një pjesë e mirë shoqërisë, unë vazhdoj të jem sërish ajo kuçka, që kam guximin dhe lirinë të dal me babanj në Instagram apo të vesh një fustan shkurtër seksi, apo të ekspozoj trupin dhe të kërcej duke luajtur në sensualitetin e saj. Por më tepër që jam dhe grua e martuar, por më tepër që jam dhe nënë. Kjo nuk është liri, kjo është shturje. Është një momente të shumë dhe të shpesh unë marr pothuajse çdo ditë, dhe që unë mendoj që padyshim vjen nga dikush që është lidhur gjithë jetën me ndjenjen e turpit për trupin e saj, për ndjenjat e saj, për seksualitetin e saj dhe për gjitha për veten e saj. Çfarë edukate po një vajzës? Një tjetër koment i përditshëm. Se të prekësh dhe të sulmosh një grua tek fëmia është forma e preferuar e grave të burgosura brenda hekurave që kanë ndërtuar në mendjen e tyre, ku femra pasi bëhet nën, vdes si që një grua, e madje për fat keq në shumë raste vdes edhe si që një njeri. Por mendoj që vajza ime të rritet në një botë ku liria nuk ka ngjyrë turpi, ku një grua mund të dalë në plazh, apo në banjë, të qesh me zë, të vesh çfarë bën të ndihet mirë, të jetë nën dhe njëkohësisht sensuale.
seksuale, të jetë fort dhe e brish në të njëjtën kohë. Dua që ajo të di, 20 vitet, me shembullin që ti mund t'jesh nën, bashkëshorte, sipërmarrëse, shtëpiake e shumë gjëra të tjera, të gjitha në një. Që një ditë të duash të veshësh rrobat më të bukura dhe të shkosh në lokale të shtrenjta dhe ditën tjetër të dalësh me tuta e pa kreur, e pa lyrë dhe të hash drejt me nxitim në makinë. Që mund t'jesh edhe pas palestrës, po e shumë sa që edhe pas librave. Që mund t'kesh barkun me muskuj, e të njëjtën kohë, kokën gjithë trup. Dua që ajo të mos kufizoj kur vetëm brenda disa standardeve dhe kornizave në të cilat shoqëria do që të vendosi gruan, e cila mund të jetë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Dua që ajo kuptoj që të jesh e lirë nuk është mëkat, por është dhurata më e madhe që mund t'i bësh vetes. Pas 20 vitesh, unë mund të them me bindje se kam kuptuar që njerëzit kanë frikë nga gratë e lira. Nga ato gra, jetën e cilave nuk e kontrollon dot mendimin të tjerë. Nga ato gra që nuk kanë nevojë për leje për të qenë të lumtura. Sepse një grua e lirë është si pasqyrë, ajo të detyron të shohë shkufit e vetë burgut tënd. Kështu që po, unë do të vazhdoj të bëj zgjedhjet që dua dhe që më bëjnë mua të lumtur. Do postoj foto si dua, do them çfarë mendoj, pa cënuar asnjë lirin tënde, do vishem si dua, do të jetoj jetën siç unë dua. Sepse për mua të jetosh ndryshe nga ajo që në të vërtetë dëshiron, është forma më e keqe e burgut. Unë nuk kam frikë nga zërat e jashtëm. Unë kam frikë vetëm nga ai zëri i brendshëm që mund të më thotë ndalo se jetuar jetën tënde dhe fillo jetoj jetën që të tjerë duan për ty. Por, e di që kjo nuk do ndodh kur, sepse liria për të vënë mirëqenien time mendore, emocionale, fizike, para gjithçkaje, është arma më e fortë që unë kam. Sepse në fund të ditës të jesh e lirë, nuk do të thotë mos kesh frikë. Do të thotë të ndjesh frikën, po, të ndjesh dyshimet, mërzimin, dhe sërish të ecësh përpara. Të jesh e lirë për mua do të thotë mos ulesh kokën për të gjykonin, të mos kërkosh të pëlqenesh nga të gjithë, por më e rëndësishme, të mos humbësh kur respektin për veten. Prandaj sot dua të them të gjitha grave që më dëgjojnë që janë në këtë audiencë, mos kërkoni leje për të qenë të lira. Mos kërkoni miratim për të qenë të lumtura. Është drejta bazike që na takon dhe që nuk na jep. As mami, as babi, me gjithë dashurinë e madhe që kam këto, ja, as burin, as fëmia dhe as shoqëria. Por lirinë dhe lumturinë ja jep ti vetëm ti vetes tënde dhe të takon. Faleminderit.